Kaluam keni bërë një deklaratë shumë të fortë për Harry Potterin, për duke lidhur me Male Beradit. Cilat janë zonat që i konsideroni kështu më të shenjta në kuptimin? Tomori për shembull është mal i shenjtë. Thethi është mal i shenjtë. Thethi është quhet kodi gjenetik i njerëzimit ose banka gjenetike. Pra njerëzit e Thethit, ata që duruan pikërisht edhe këtë masakër të shkatrimit urban e duruan më bëjë. Asi kom tjetër s'mund na duronte të jetë. Pra aq që kulturë, aq energji pozitive ka ky popull i Dugagjinit, sa duroi edhe atë sakrificë më sublime që u bë familjes vet, që është Ajka e ndërtimet e tjerë. Dhe atë e thash, Tomori, ku atje e thosën prapë bashkë në librin e Harry Potter. Po sa njerëz kishte dhe i bëj thirrje atyre, po i uruar ku jera kamera. Këto e keni përballë. Po sa ke lexuar kush aty tjerë që kërkon të fyesh një profesor. Po sa ke lexuar ti gërma librash, unë kam prodhuar libra. Po që të prodhosh një libër, duhet lexosh 2000 libra, o i uruar, nuk po them o i mallkuar. Dhe s'mundet kur të fyesh një profesor dhe fyer, sepse unë nuk të dëgjoj ty. Dhe atë energji negative të kthehet ty o i uruar. S'po them o i mallkuar. Prandaj ke kujdes. Hape Harry Potter. Lexo atje që kur Harry Potter i mbaron energjia, shkon në South East of Albania. Dhe South East of Albania mal magjik është vetëm Tomori, të mirë, që është e bën një nahije, Gramshin, Lushen, Kavajn, çfarë shohin Tomorin, quhet një nahije, një zonë, një krain, Skrapari, Beradi, një krain. Kanë ndetur Zeusi edhe kanë ndërtuar botën duke ulur malin si tavolinë aty të shkemi Karkanjozit. Pra kuptoi këto gjërat. Mirë që nuk i di, po të paktën dëgjoj.